dhe në mes Peqinit dhe Elbasanit, ku ne ishim duke udhëtuar, në atë ditë kishin ndodhur diku ndi 11 ndeshje, pastaj pash, hudhim vaj në rrugë dhe me një moment unë humba drejtimin e makinës, dola nga ana tjetër, nga kursia tjetër, një makinë erdhi me një shpejtësi shumë të madhe, na përplasi dhe na çoi mbi bankinë. Ku Andina për fat të keq mbas nga gjakderdhja në truk kishte humbur jetën, për të cilën unë e kuptova me vonesë, e pash se është pa ndjenja. Mundoja në asfalt ku isha të afrohem, por kisha thyrje të krahut, tronditje të madhe. Alivanosesha vazhdimisht, nuk mundesha t'i afrohem. Rinën e kishin lënë në makinë dhe nuk i jepnin ndihmën, ishte e bllokuar në makinë dhe luhate gjatë gjithë kohës. Është një situatë shumë e rëndë për ta rikujtuar. Për Andinën nuk më treguan se ka ndruar jetë, na quan në spitalin e Elbasanit, më thanë se është në koma dhe duhet t'i nënshtrohet një operacioni. Neve na dërguan në Shkup, na ndanë mu në një spital, Rina në një spital tjetër, dhe të nesërmen kuptova nga vllau se Andina kishte ndruar jetë. Moment isha shumë keq, domethënë instikti i nanës gjatë gjithë kohës lutesha që t'jetë mirë. Një pjesë e imja dëshironte të besoj se do t'i mbijetonte këtij aksidenti. Por kur e pash vëllaun ishte një gjendje shumë të vështirë. Mendoja se në moment do ta humbe vet. Mendoja se prindërit ishin shumë të lidhur me vajzën time sepse ato e rritën. Mendoja vajzën tjetër dhe në moment duheshte unë t'jem ajo që t'i mbledh forcat dhe të vazhdoj më tutje. Ju luta mjekut që t'më lishoj nga spitali, edhe pse kundërshtonte, sepse duheshte të operohem. Shkova në shtëpi, e vorosëm vajzën, domethënë normal është një gjendje shumë e vështirë, një dhimbje, por unë mendoj se Zoti fillimisht të jep durimin, pastaj ta çon një sprov. Nuk e di edhe vetë në këtë moment si do t'isha ndjerë dhe si do ta kisha përballuar. Ndonjëherë më duket shumë si ëndër. Kishte shumë një fluks të madh të njerëzve që vinin, shkonin. Dhe mbas 2 ditëve pranova të operohem, por dora kishte filluar më mos të kem ndjenja. U operova. Ishte operuar edhe Rina, për të cilën duheshte t'i tregoj për humbjen e motrës. Kjo ka qenë edhe një, për mua është vdekje e dytë, domethënë momenti që duheshte t'i tregoj, sepse ishte shumë e vogël, kishte përjetuar shumë strese, shumë trauma, ishte sapo operuar, dhe pastaj duheshte të shkoj. U operova, operacioni parë doli pa suksesshëm, sepse titaniumin që ma kishin vurë në dorë është një diagnozë shumë e rrallë që quhet metaloz, kur metalin e pranon trupi si trup të huaj. Dhe operacionin e dytë e kisha mbas 1 viti, i cili zgjati diku ndi 7 orë gjys, dhe ishte punë orësh që ta më amputojnë dorën, sepse ishte një infekcion shumë i madh. Edhe kësaj mbijetova, më vënduam vetëm një ashtë artificial, cili më mban dorën, por fatmirësisht operacioni doli me sukses. Dhe sapo kishim filluar me Rinën që të rikëmbëmi, ta marrin veten, ajo edhe kishte edhe një operacion të dytë ku ja hoqen metalin që e kishin. Duheshte t'i rikthehemi jetës pa Andinën, të mësohemi me humbjen e saj. Ishte një moment shumë i vështirë, por që momenti kyç ku unë vazhdova t'i rikthehem jetës, ishte ku Rina gjithkohës më shifte duke qarë dhe në një moment u ndje shumë keq dhe më tha, mami ti e ke dashur vetëm Andinën, nuk mendon për mu. Dhe kjo ishte si një goditje me thikë për mua që vendosa se duhet t'i rimbledh forcat për vajzën dhe të vazhdoj jetën. Tha që ka qenë shumë e vështirë ti tregosh Rinës për humbjen e motrës. Si zgjodhe, ose sa gjatë e mendove në kokë se si t'ja them, si t'a gjej momentin e duhur, se ai momenti i duhur nuk fillimisht u konsultova me një psikologe, duke qenë edhe unë vetë, po 2 mendje janë më të mirë se një, thot, sidomos në ato momente unë nuk kisha në gjendje të mendoj shumë nga gjithë traumat, por plus kisha edhe tronditje të madhe në kokë. Dhe mjeku thash më mirë që tregosh të vërtetën. Ajo që Rina në akuzon të gjithë kohës, që ishte më të drejtë, ishte pse nuk e kishim informuar të marrë pjesë në vorimin e motrës. Kjo ishte më e keqja se sa lajmi që i dham, por mundoheshim ta bindim sepse është fëmijë dhe kishte një thyerje shumë të madhe të dorës dhe rrezikonte thyerja t'ja preke palcën kurrizore dhe ishte e pamundur.
Ishte shumë moment i vështirë. Ula me qetësi, mundosha ta qetësoj veten, gjithë rrugës prej sa ajo ishte në Shkup te vllau im, kishte dalë nga spitali. Gjithë rrugës mundohesha ta bind veten, ta qetësoj se si do t'ja tregoj. Ishte moment shumë i rëndë dhe për fat të keq të gjithë që ishim ne në dhomë, unë, nusja e vllau, 2 kushërirat e mia, të gjithë kishim motra. Dhe gjëra e parë që na është lehtë për ju se të gjithë keni motra, unë vetëm se kam. Nuk mund ta përshkruaj sa e dhimbshme ka qenë. Më keq ishte fakti sepse duheshte t'ja tregoj lajmin dhe të shkoj të operohem në spital. Ta lej vetë, por duke falenderuar familjen time, gjithë përkrahjen që kisha, vajzat e vllaut, kushërinat e rinës në asnjë moment nuk e kanë lënë vetë, kanë qenë përkrahje për të. Dhe disi, nuk e di, ndoshta e gjithë situata rinën e rriti para kohe. Çdo herë ka qenë më e rritur dhe më e zhvilluar për moshën e saj. I ka kuptuar gjërat shumë më mirë. Ndoshta në mungesë timen ajo e ka luajtur rolin e nënës për Andinën dhe kjo e bëri një vajzë më të pjekur. Dhe vajzat e pjekura thonë fjalët që pas ka thonë Rina me të vetmin motiv dhe arsye që ti të marrësh atë forcën e duhur. Dhe më vjen mirë që e ke dëgjuar dhe sado që ajo dhimbja është me ty çdo sekond, Rina nuk duhet të shoh ashtu. Vazhdoj ta dëgjoj se kur më shet të mërzitur, ndonjëherë që qaj është normale dhe është njerëzore, më thot, mami, ne duhet të bëjmë atë që Andina do të dëshironte. Andina nuk do të donte të shohë një nënë të dobët, ti ishe model për atë, ti ishe një super mami, dhe ajo do të dëshironte të qofe të fortë dhe jo të mposhtur. Dhe këto janë fjalë që shpesh më vinë si terapi dhe rimbledh forcat për të vazhduar më tutje. Jo tashmë është edhe një vajzë e rritur, shto këtu faktin që po thua se rrethanat e jetës dhe mënyrës se si është rritur e kanë bërë të jetë më pjekur se mosha që e ka. Ju ka bërë kjo, juve tashmë 2 shoqe të pandara që bëni muhabete nga më të ndryshmet bashkë, këshilloni edhe njëra tjetrën. Po, i ndajme kam këshilluesen më të mirë, por nga aspekti tani do të flas edhe si nënë edhe si sociologe, ndonjëherë e kam shoqen më të mirë, por ndonjëherë përsëri jam unë nëna ajo autoritative dhe ajo që vendos, varësisht nga rastet, por përsëri e kam këshilluesen më të mirë dhe duke jetuar të dyja bashkë kemi afruar shumë. E kam krah për çdo gjë. Del shpeshherë nga i këndi sociologës kur bën diskutimet me të dhe i hyn më shumë se që duhet ati diskutimi, pra del nga roli